Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin për të nisur ditën e sotme maratonën e gjatë të komentimeve. Sot kemi shumë çfarë t'ju sjellim. Sot do të flasim për shumë gjëra. Do të bëjmë analiza, do të hymë thellë e më thellë, do të hymë thellit, si thonte Gjesti. Do të komentojmë, do t'japim mendimet tona, do të hamencojmë dhe do të sillim pranë jush ngjarje që në fakt po e ndajnë publiku në dysh. Do ta nis këtë ditë duke komentuar Egli Takon dhe Xheneta Fetaun. Tani, ose bëjnë ose janë. Njëra është në këtë mes. Para se unë të filloj komentimin, jam se jam me ju. Dua të bëj një matje në rrjetin social Instagram të dy postimeve që kanë bërë dy vajzat. Do të startojmë tek Egli Tako, do me thëmë postimi i Eglit bën 17 orë. Regjia tani do më mundëson të shfaqen dy fotografi. Lutem shumë, ndihmo për fotografit, faleminderit. Shikoni dy fotografi në dy këndet e mia të ekranit. Do me thënë nanën e majt është Xheneta, nëse nuk gabojmë, po, sepse unë nuk i shoh. Nanën e djathtë është Egli. Tani, fotografin të postuar të njëjtë, Egli Tako e ka postuar para 17 orësh. Do të shkojmë tek Xheneta. Xheneta, të njëjtën fotografi e ka postuar para 20 orësh, që nuk kupton Xheneta e ka bërë efektin e para. Nuk është një videoklip, nuk është një këngë ashtu si që hamendësonin fansat, ashtu si që shkruanin komentet që kryua një skenar, që do të vi një balat, që do të vi një këngë e mrekullueshme nga ana e Eglit, që do të vi një këngë nga ana e Xhenetës ku të dy gocat do të jenë protagoniste apo do të jenë figurante në një këngë të një artistit e tjerë, domethënë nuk kemi të bëjmë me një gjë të tillë. Kemi të bëjmë me një editorial që ndodhen nga CapCut. Thënë CapCut është një program editimesh që personazhet publik e përdorin për të bërë këtë trendin tashmë me xhupin pellush të bardh në borën e bukur dhe në stinën e dimrit. Që të dy gocat e kanë bërë të njëjtën gjë. Do me thënë që të dy gocat kanë bërë të njëjtin veprim. Pasi që Xheneta ditën e djeshme akuzoi ndjekësit e Eglit për shpifje, për thashë theme në kuptimin që Xheneta nuk e ndjekën Eglin në veprime, do me thënë në stile të fotografive, në pozicione e tjerë, e njëjta gjë ndodhi mbrëm nga të dy gocat, që të dyja në fakt janë pjesë e Top Channel, që të dyja janë pjesë e të njëjtit emision, por me rubrika të ndara. Tani, pikpyetja është e madhe, që automatikisht shkon, e bëjnë me kastile që të jenë në qendër të vëmendjes, apo Egli është ajo e cila nuk ndjekën fare Instagramerat e të tjerëve, sepse të paktën këtë bindje je, po shumë e qetë, është shumë natyrore, është shumë njerëzore, është shumë tip e dashur e ëmbël, dhe normalisht nuk të jep atë bindjen që mund të ndjekën Instagramet apo diçka të tillë të tjerëve. Dhe ka ndodhur rastësisht që të dy gocat të dalin me të njëjtin dizajn fotografie dhe normal të ngrejnë aludime, amencime dhe publiku të fillon të pyeten se çfarë ndodh me këtë dyshe. Tani që është ngritur zëri për marrëdhënien, unë nuk dua ta besoj që mund ta kenë formë marketingu që publiku të merret me Xhenetën dhe me Eglin, që të komenton rrugtimin e tyre, që të komenton marrëdhënien e tyre, që të komenton takimin e tyre brenda një shtëpie siç është Top Channel, sepse kanë qenë tema të diskutuara edhe në trotuar aty ku vetë Xheneta është protagoniste, e cila me zë të lartë ka thënë që unë e pres Egli në një përballje, le të mos flet për mua nëpër korridoret e Topit, ndërsa Egli ka përzgjedhur që të paktën publikisht të mos merret me asnjë personazh i cili ka folur për Eglin dhe për rrugtimin e saj në Big Brother. Domethënë kemi shumë pikpyetje në këtë marrëdhënien e ndërtuar tashmë të dy gocave që dikur nuk njiheshin dhe që sot njihen. Xheneta është shumë e drejtë për drejtë, është shumë e hapur në Instagramin e saj, do me thënë poston, kthen komente,
komenton edhe me fansat, ndërsa tek Egli është një heshtje e madhe në raport me Xhenetën, sepse besoj që siç na bin neve në veshje në sy të gjitha deklaratat, të gjitha lëvizjet, me patjetër që i bin edhe Eglit në këtë rast. Por ajo që mua më së shumti në fakt më bën kurioz është që të di faktin, pasi Xheneta e ka nxjerrur para 20 orësh, që do të thënë nën kuptojmë që ka bërë veprimin më përpara se Egli. A është kjo një veprim i lëvizshëm me kastile që Egli t'ja kthen atë përgjigjen që Xheneta e tha dje publikisht që unë nuk e ndjek Eglin, do të thënë ishte një deklaratë shumë e fortë që Xheneta kishte thënë që le të përballet, le të mos shpifin për mua etj etj, do të thënë që ja kishte gjuajtur me kunj Eglit, apo është Egli ajo e cila në një farë forme nuk përzjodhi apo nuk dha atë çfarë publiku priste në raportin me Xheneta Fetaun. Si e shikoni ju këtë? Unë nuk e shoh në fakt do të thënë nuk e shoh një gjë të shpikur, mendoj që mund të jetë një rastësi. Është një trend që ndoshta të gjithë gocat preferojnë ta përdorin nga që është ky xhupi pellush që i bën gocat të ndjehen më femërore, por dua të marr mendimin tuaj, ju si e shikoni këtë përballjen tani virtuale mes Xhenetës edhe Eglit, sepse ka filluar ka pothuajse 2 javë kjo përballja dhe po merr një vëmendje të jashtëzakonshme.